Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë Batanovicin, Beratovicin, se çfarë thojnë kur ish kryeministër Hashim Thaçi. Atëherë e akuzojshin, e shajshin, e fyshin, e tash gjëja pekojnë se nuk është më president, nuk është më këtu, është ku është, edhe tash kishe pujëllimit këty në shkojna mi të ndëgjojmë lutem. Njerëz me dy fytyra. Nuk po kontrollohet veriu, po ti ke 10 vjet se kontrollove. Ti, ma jep argumentin ti çysh kontrollohet veriu me cilat. A ti çysh? Që ne herë zoti Thaçi vi politikës, ne herë me përvuna të tjerë ta mujna. Me hiç zotin Thaçi pej kryeministri. Shkojmë. Ky ç'është? Kur kom qenë në deputet, përveç trysnis për me votu që do që na kërsnejke, do me votuar. Kunonë çfarë deputeti ka pas Kosovë. Berat Bozhara deputet Kosovë. Harun Laza. Beratovici. Hani Gurve. Bashkëpunimi Serb. Kundër kryeministrit. Ky ka konë kundër këtë kryeministrave. Me shtapo marka kë. Asociacionin edhe krejt që të pako, i thej ke Libur Naliut, shko t'ish një roje Presheve në atje sa vjen këtu, i thej ke Albin Kurtit, shko t'ish një roje Vladimirin sa vjen këtu, i ofendoj ke njerëz në baza, nuk u mërzit kënat ku për Kasaphanën, Lukin Presheve që për raportu ta shko Kasaphanë, për kundra zi ofendoj ke deputet e opozitës, shko një shnirën e venin e juj, mas më tregoni për që të ven. E po, e dyta kja. E treta, kur e qoj edhe vdish policin në verit vendit, veri, tha, e ktheva tha sovranitetin e vendit e kena një heroj rrugën e ka emnin, rruga ti e ka emnin, te u të kryqi për Ramizit. O dek një polic që tha që thët, për shkak ti ose me meritin e ti e kena kthy veriu. Pra, çka ndodhi me qëto sene, ku tash ky po thët, do psit e ti. Që veriu pyetja vazhdo. Vete Thaçi. Argumenti. Vete Thaçi. Jo, më ty për Vete Thaçi. Ai ka thënë se Ai ka thënë, jo se Partësinë e ti. Partësinë e ti për me kthy veriun, po do me përdor si argument pozitiv ti me leju me bë avantura të tjera. Demek nuk po kontrollohet veriu, po ti ke 10 vjet se kontrollove. Po të More me së dashur, a përshe me çfarë njerëz kemë puna, përshe me çfarë gazetarësh shqip forca kena puna. Me që ma shumë s'po thonë vlla kush qa ka shumë një koment, respekt se nuk më e bajmu. Kë definitivisht është shqip forcë. Natën e mirë.